Mirëserdëm, u rikthyem dhe na është bashkuar në këtë pjesë të programit Aleksandra Hoxha, e cila me profesion është gazetare, po vjen sot për të rrëfyer historinë e saj sa i përket përballjes me një 2025 jo fort mirë, jo ashtu siç ajo e priste, por në fund të këtij viti kemi lajme të mira, sepse edhe pse ajo është diagnostikuar me alopeci, pra me rënje të pjesshme të flokëve, nga një situatë stresante që ka ndodhur në jetën e saj, tashmë e ka marrë veten dhe e kemi në super form gocën. Mirë se erdhe, Aleksandra. Kënaqësi. Thash, 2025 tani çdo fund viti presim ndonjë vit të vit do bëjmë namin, do jetë më i miri. Po nuk ndodhi kështu për ty. U përballe me disa gjëra në jetën tënde që nuk rezultuan ashtu siç ti kishe pritur. Qoftë papunësia, qoftë shëndeti, po në fund tani jemi mirë. Po, po kur vinë gjitha bashkë. Kur vinë, po, hapu derën, thotë shijave. Si ka qenë për ty? Ka qenë periudha e parë në cilën pjesë të vitit ti ke filluar të kesh këto problemet me rënien e flokëve? Unë jam diagnostifikuar në korrik. Thjesht u zgjova një mëngjes edhe kisha vatra në flokë të cilat nuk ishte më fare folikuj. Kjo ka qenë seanca ime e parë. Dhe dukesh sa e mërzitur je. Thjesht, do me thëmë, bëm gjitha kontrollet e mundshme. Alopecia areate është një sëmundje autoimune që nuk, do me thëmë, nuk ka një shkak kryesor, thjesht ndodh, por duke bërë gjitha analizat e duhura dhe të tëra kontrollet, faktori ishte stresant. Kështu që stresi është kryesor. Me thënë, imagjino çfarë impakti të madh ka në shëndet, situatat stresante që ne kalojmë, deri në krijimin e sëmundjeve autoimune dhe në këtë rast siç e ke ti alopecin. Ishte e papritur për ty, mëngjesi ti zgjohesh e këtë çfarë mendove? Mendimi i parë që të erdhi në mendje. Mendimi i parë ishte thash, okay, sepse pash vatrën e parë që kisha këtu që ishte pak më e vogël, edhe thjesht e pash dhe mendova, okay, ndoshta ndonjë mungesë vitamine e vogël, do shkoj për kontroll këtë javë, do e shoh. Ke marrë lehtë, domethënë. Po, kollaj, po pastaj kur pash dhe vatrën tjetër që ishte këtu pas, që ishte akoma dhe më e madhe dhe kishte mungesë akoma më të madhe flokësh, atëherë u trëma dhe normalisht më vajti mendja te ndonjë sëmundje e keqe, siç mendohet, por lash me një herë orar sepse absolutisht ishte pak traumatike eksperienca e parë e përballjes. Dhe pastaj, kur doktoresha tha alopecia areate, okej. Mund të kisha dhe llojin tjetër që të bien vetullat edhe të tëra flokët. Është forma më e lehtë, domethënë. Kjo është më e lehta dhe më e kurueshmja, po. E vështirë që të përballesh me një lajm të tillë, sepse të ndodhi, domethënë, mendon që ti se ke vënë re dhe ka qenë e pjesshme, ka ardhur shkallë dhe ti thjesht nuk e ke vënë re, apo ishte Jo, mendoj që ishte goditje menjëhershme pas një 6 mujori goxha stresues. Në çfarë kishte ndodhur në jetën tënde? Çfarë të bëri ty një vajzë të re me kaq energji që të kalosh një periudhë kaq stresante sa të kalosh ta çosh veten në të tilla probleme shëndetësore? Mendoj që fakti të gjeturit një punë dhe të gjeturit veten kur je 24, është pak, mund të duket si fundi i botës, nuk është, po ai moment është pak stresues se çfarë dua të bëj unë tani. E që vetëm pak si në një lloj labirinti që nuk po di ku të dalësh. Po, dhe shumë presion, edhe nga shoqëria vërdall. Kështu që duhet jesh në një punë, duhet kesh disa të ardhura, duhet bësh këtë atë, janë disa qëllime që vijnë, si tip standardesh. Por që unë në dhjetor, sektori ku unë punoja në një kompani të huaj, si social media manager edhe content writer, sektori ku unë punoja unë mbyll, papritur, dhe thjesht ngela përballë gjithë botës, se qa do bëja nuk e dija. Edhe thjesht ndjeva dhe pak një humbje, sepse si që të ti profesionin unë e kam në gazetari, kam punuar në fushën e gazetaris, për gati 2 vite, pastaj jam fokusuar pak më shumë në këto pasionet e mia të tjera, por erdhi një pikë që mendoj që nisi dhe stresi fillestar që thjesht nuk dija më që të bëja. Arrita një pikë që thash, unë nuk di çfarë dua të bëj më. Jam bllokuar. Edhe nuk dihet ç'të bëje për të përballuar jetesën, apo thonë nuk po gjeje veten nga ana e pasionit? Jo, tek ana e punës, sepse unë isha në gazetari, u shkëputa. Ju futa kësaj, u shkëputa jo me dëshirën time, po prapë ndjeva atë prerjen, edhe thjesht u bllokova pak, e thash po tani çfarë. Dhe për sa kohë zgjat? Kur more vesh, ose e them më saktë, kur e kuptove që arsyeja ishte stresi, gjithë kësaj gjëje, për ty bëri sens, pra ti the, okej, tani e kuptoj? Po, patjetër. Pra pati një moment reflektimi kur ti pse çfarë po ndodhte me trupin tënd?
pata një moment që thash, okej, trupi im është duke reaguar dhe gjithë ky stres, literalisht jam duke bërtitur për ndihmë në këtë pikë, kështu që. Po të kërkonte trupi. Janë ato simptomat ndonjëherë që ne i neglizhojmë dhe i ato flasin. Po gjatë gjithë kësaj periudhe më fal, Ermi. Po s'ka gjë. Gjatë gjithë kësaj periudhe fokusuar vetëm tek sëmundja apo e munduar edhe të menaxhosh stresin? Ke një plan për mënyrën se si të menaxhosh stresin? Këshilla kryesore që mua më është dhënë si nga doktoresha apo dhe nga familjarët që e morën vesh këtë ide, domethënë është minimizimi i stresit. Gjë që e kam përdorur dhe si pretekst, ju lutem mos më stresoni, sepse po më bien flokët. Sepse në një farë mënyrë duhet bësh dhe pak humor, nuk është fundi botës, por që në ato momente specifike kur e merr vesh është, po pastaj lehtësohet gjëja. Ti e menaxhon. E kam menaxhuar, po. Jam përpjekur që të minimizoj stresin, jam përpjekur që të bëj shumë pushime nga korriku dhe këtej, duke mos patur as presion për punën, duke ju fokusuar më shumë social media, TikTok-u, këtyre gjërave që më japin pak më shumë qejf. Edhe kam pasur dhe shumë mbështetje nga familjarët normalisht. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Të thuash, okej, një këshill minimizo stresin dhe ta respektosh, ta bësh, duket sikur është shumë larg. Si ja ke dalë ti? Çfarë teknikash ke përdorur me veten që për gjëra mos stresonin mos ti më parë, domethënë qetësoje veten? Thjesht mendoj që ka qenë e gjithë kjo ideja që sëmundja erdhi fiks në pikën ku më duket sikur kisha arritur pak fundi, thjesht u përpoqja shumë ta mblidhja veten edhe të tregosha pak me butë, se kemi këtë tendencë që jemi gjatë gjithë kohës të ashpër, gjatë gjithë kohës në presion për sikur si jemi mjaftueshëm. Po, probleme që lidhen domethënë dhe me vetbesimin, lidhen dhe me aftësitë të tjerë, po thjesht jam përpjekur që të tregoj me butë me veten. Dhe të menaxhosh në mënyrë të tillë. Thej që ke pas përvoja të këqija, përveç se me pjesën e punës që ti të hoqën pas një lloj shkaku se u mbyll sektori, ke tentuar më pas që ti të gjesh veten shumë? Jashtëzakonisht shumë. Në këtë 6 mujor që unë të përmenda nga janari dhe deri në qershor, sa aty nga qershori fillova të isha dora vash avash, ndjeva dhe vet atë dhe doja, unë jam nga Vlora me origjinë dhe u ktheva te prindrit. Thash, okej, do bëj pak pushime pastaj, ndoshta nga shtatori do shoh prap. Pastaj dolin korrik kjo dhe u hallakata më shumë, po që gjatë gjithë 6 mujorit shumë intervista të dështuara. Cila ka qenë shkaku që ti nuk ke gjetur ende diçka, nuk ke gjetur ti veten apo njerëzit mund të kenë pritshmëri, kërkesa që deri diku mund të jenë dhe pak më... Jo, nuk janë varur shumë nga pritshmëritë e njerëzve, po dua që domethënë kam patur qëllimin që të gjej diçka që vërtet ta kem me qejf edhe me dëshirë dhe të mos kem stres në mënyrë që mos vinte kjo që erdhi. Cila është diçka që ti ke menduar që mund të bësh dhe nuk të streson? Tani një punë pas stres deri diku her pas herë edhe i ka ca momente. Stres ka kudo, po që si punës është si lezetshëm, nuk ka. Po, nuk është problematik. Po, mjafton mos jetë intensiv. Jo, për momentin, domethënë jam duke punuar me social media. Edhe me TikTok-un kryesisht, kështu që këtu jam fokusuar sepse është diçka që e bëj vërtet me pasion. Po, social media është një lloj profili që është duke u zhvilluar dita ditës këtu dhe unë këtu kam tentuar që të kisha një punë. Punon për një biznes specifik apo ti po merresh me rrjetet e tua? Me rrjetet e mia dhe me bashkëpunime. Tentova të punoja për një biznes specifik dhe nuk shkoi mirë. Po çfarë ndodhi? Se më bën shumë përshtypje. Një kohë shumë e gjatë, një vajzë që ka mbaruar gjithë shkollimin e dur dhe ka aftësitë e dura dhe eksperiencën gjithashtu. Po, se ti ke punuar dhe më herët. Çfarë mendon ti se të penalizoj për gjetur në një punë, një kohë kaq të gjatë? Çfarë të thoshin kur bëje intervistat? Çfarë eksperiencash ishin të këqija për ty? Kryesorja, se okej, po heq intervistat që thjesht nuk të shkruajnë më, nuk të marrin, nuk të bëjnë, po për shembull diku ku pata një start edhe nisa dhe mendova dhe me veten që okej, ndoshta gjërat janë duke u stabilizuar pak, duke u rregulluar, ishte thjesht një ambient pune goxha toksik dhe goxha pa rregullsi. Dhe mendoj se në punë disiplina edhe korrektësia është primare, pastaj është qefi. Mendon që mungon këtu tek ne në një pjesë të madhe të bizneseve kur ne mund të nisim një punë që është pak ambient toksik, presioni është shumë i madh. Mendoj që po, dhe mendoj se përgjithsisht është kolegu i ri ai që duhet të targetohet për të bërë gjëra që dhe nuk i përkasin dhe është një gjë që këtu ndodh gjatë gjithë kohës. Edhe përgjithsisht në punën që unë kisha detyrën si social media manager, nuk kisha detyrën si designer, nuk kisha detyrën si një planifikuese të eventeve apo të gjërave të tjera, kështu që
Për Ndjeve këto, veten të mingarkuar në e këtë pjesë. ndjeva veten me shumë stres. Hoqe vetë dorë, erdhi moment që the bo. Po. Punova vetëm 1 muaj dhe mora rrogën dhe shkova në udhtim. Shumë mirë, E merituar, ke bërë komplet. Por për pjesën e alopecisë, kur ty tu tha nga mjekët, pra tu dha diagnostikimi, çfarë mendove në ato momente? Do me thënë, ishte reflektim, apo the, okej, pse më ndodhi mua, edhe kjo më duhej, paksa po stresojmë gjithë të muaj pa punë. Jam panikosur shumë. Më thënë, sa kohë të desh që ta perceptoj pasaj që okej, tani fokusit e vetja. Gati 2 muaj. 2 Po them muaj. korrik gusht, kanë qenë muaj shumë të vështirë. Çfarë të friksonte? As nuk më besoj ndonjëherë. Do të thënë vendosja dorën edhe thosha o Zoti i Madh, kam literalisht nuk ka asnjë foliku floku aty dhe un jam nuk e di, domethënë isha gjatë Mendoje se do mbeste gjithmonë ashtu? Po, një frikë ishte, pavarësisht se doktoresha mua më ka dhënë shumë ka punuar shumë me mua dhe nga ana mendore, do me thënë që mos të kisha aq shumë stres, sepse më tha, okej, ne do zhvillojmë terapinë me mikrogjilpëra, me kenakort, okej, ka pak kortizon dhe mund të ketë efekte anësore të vogla, po ti nuk do ta shqetësosh veten sepse kjo gjë po bëhet për një të mirë dhe në punë disa muajsh, normalisht që unë kontrollova në ChatGPT dhe thoshte që duhet bësh diku te 9 seanca, 10 seanca dhe mendova si do e shpoj unë kokën 9-10 herë, jam shumë e shqetësuar, po deri më tani nga korriku kam bërë 4-5 seanca. Me çfarë Dhe janë të përballueshme. Ti ke dhe flokët e kapura sigurisht, po ne na duket Përgjithsisht e fshe pak, më fal. Sigurisht ka asgjë. Kanë dalë flokë të reja, pra ke parë përmirësime tani, si e ndjer kur kuptove që po dilnin, patë një lloj çlirimi, se jam e bindur që thellë brenda vetes ende kishe një lloj paniku, besoj, pa çka se ti e dije që mendoj bëhem se kam akoma dhe pak. Derisa ta shoh totalisht të plot, të tërë atë gjë, domethënë të tërë vatrën, po. Si janë mëngjeset tua? Çosh mëngjeset kontrollon për një gjë? Për ditë. Vatër të re. Për ditë sepse dua të shikoj ndryshimin, po, për ditë. Ka rrezikshmëri të rikthehet, pra ta kanë thënë mjekët? Përgjithsisht jo, por varet si menaxhon stres. Po, varet edhe nga kjo, nëse unë kam një lloj imuniteti të tillë që me sa duket kur stresoj më bien flokët. Duhet mos stresohem atë. Askush mos e stresoj gocën tani. Ushqime specifike ka? Jo, me sa kam folur me doktoreshën, thjesht më tha që përpiqu që të marrësh sa më shumë vitamina në mënyrë që të ndihmosh veten më shumë, po jo diçka që duhet me se s'bën. Aleksandra, kush ta ka bërë këtë foton që je gjatë konsultës së parë që the? Kush ka qenë? Partneri im ka qenë. Ka qenë partneri. Ka qenë aty. Ka qenë me mua. Pse ka dashur ta dëshmoj atë moment? Sepse më tha që në momentin që do të dalin flokët, edhe do ndihesh shumë mirë, do ta shikosh sa e mërzitur ke qenë, o zot. Mua më vjen për të qeshur, e kam bërë dhe stickers, se përdor me humor tani, po aso kohë isha vërtet shumë keq. Dhe çfarë mendon tani kur e sheh? Është fiksa ajo që ta partneri kujton fjalët e tij? I kujtoj vërtet sepse tani që kanë dalë flokët edhe janë pak më mirë, unë për momentin jam duke marrë disa vitamina kështu sa për rritjen e flokëve, seancë këtë muaj nuk pata, fatmirësisht, sepse doktoresha tha do shohim dhe pak ecurin në bazë të vitaminave, por mund ta kem dhe një të fundit në 10 orë, nuk i diet asnjëherë. Da, atëherë përfundon. Po, dhe atëherë mendoj se përfundon. Partneri pas ke pasur për kraje, kudo. Çfarë ka thënë? Krahas familjes. Çfarë të ka thënë në fillime ose çfarë ka qenë një fjali? Atë ditë që unë zbulova nuk ishte fare. Nuk ishte aty, ishte tek prindrit e tij, edhe thjesht u panikos pak, normalisht se është shqetësuese, por më tha që do ta kalojmë bashkë edhe nuk do shqetësohesh sepse në fundit përderisa është diçka që ka zgjidhje, por ne siç jemi me ato tonat fillova të panikos. Është shumë optimist. Është tejmasa optimist. Po, të ka stresuar më që në periudha ashtu. Nuk mendoj se stresin e kam patur nga ai në fund të ditës, sepse ka të bëjë dhe kjo te çështja e mbështetjes, që unë po bëj gjithë të muaj pa punë dhe kam pasur atë suport për çdo lloj gjëje. Kështu që ka qenë i dashurin punon 2 punë tash, kështu që. Wow, qenë vajzë me shumë fat. E po se dini ju me sa fat është. E dinë, të e kuptuam se të njohëm tani. Po, familja ka përjetuar këtë situatë me ty, nënat sidomos. Mami im shumë, po, aty do dilja. Mami im shumë, babin kishte dëgjuar dhe nga miqtë e tij që kishte ndodhur si situatë që bënin mikrogjilpëra, edhe e mori me pak më shumë sportivitet. Po më thoshte që ti thjesht mos e çaj kokën, mos u streso, do rregullohet. Kurse mami im që ditën e parë që mori vesh, domethënë
thënë, filloj të bërtiste me të madhe, duhet të vish me një herë në Vlorë, të rish të kujdesem unë për ty këtu, s'do ikësh më. Si mama. Po unë këtej e kam jetën, nuk do kthehem përsëri, jo, nuk do ikësh më pa dal flokët, edhe unë atje kam ndonjë pothuajse gjatë gjithë verës, deri në shtator. Ja, kujdesi mami të ka bërë që edhe ti ta marrësh veten, edhe stresit largohet, e tashi je në fazën më të mirë të rekuperimit dhe shpresojmë që 2026 të jetë viti. Tamam, po. Se me meriton. Faleminderit shumë. Aleksandra, faleminderit shumë ty që erdhe dhe që ndave këtë histori me ne, sepse nuk është thjesht një rrëfim historie, është një zë dhe një mision që ti zgjodhe që ta bësh publik, sepse mund të ketë shumë njerëz që janë në të njëjtat faza me ty dhe ndoshta ky rrëfim i yti i ka bërë që dhe do t'i bëja më sikur për këtë që e dëgjon. I ka lehtësuar. Të ke një farë shpresë. Ti jap një lloj shprese dhe të shkojnë që ka ndryshim. Se mos siç është edhe në rastin tënd, për fat keq ka dhe është një tjetër lloj alopecie që nuk ka zgjidhje. Kështu që Tore shumë suksese, gjithmonë mbas shiut ka diell. Dhe jam e bindur që tash do të vinë gjëra. Faleminderit. Sepse ka të bësh shumë manifestimi dhe energjia që ti përthith. Patjetër drejt. Dhe shumë suksese edhe me punën dhe social media që ti ke ndërmarrë. Kënaqësi. Mirë. Ikim në reklama dhe rikthehemi pas pak me një doktoresh që nuk ngjan fare si doktoresh.